Po, e vështirë. Po Atletiku ka ekip mirë, pavarësisht se ne duhet ishin favorizuar sot sepse ka një javë kohë me përgatit ndeshjen tjetër që fillon kampionati mas një javë, ne na fillon mas 3 ditëve. Ishim detyruar të lëshim pjesën më të madhe të lojtarëve të stadiumit, siç e po, ishim 6 lojtarë që si kishin futur formacionin e parë. Po gjithsesi u bën ndeshje vështirë, edhe terreni shumë i rëndum. Megjithatë e rëndësishme ishte kualifikimi, e rëndësishme ishte që lojtarët që u doshin me lënë pushim dhe të kishin forca për ndeshjen e mërkurës, kjo ishte më e rëndësishme për ne sot. Jam i kënaqur deri diku me djemt që hinin sot. Normalisht janë djemt të ri, janë djemt që kanë mundësi me mrejë shumë lart, kanë shumë punë me bë, po më kanë lënë gjëra pozitive. Na fut me 5 lojtarë të formacionit, lam pa fut Krymin që është i gjashti. Normalisht në rrume kishim ma personalitet në fush, megjithatë në minutat që hynin ishin momente që u do të me vepru pak ma me shpejt se sa logjika duhen e lojës, po gjithsesi thash e rëndësishme për ne ishte me arrit kualifikimin dhe me rrit djem për ndeshjen e mërkurës. Normal që po, ne kemi hyrë për ide mallore në këtë kampionat, jena të dy fronte, do të vazhdojmë deri në fund. Po test që shqyr zoti që nuk harxhum energji më tepër se sa duhet, rrit me lojtar thash, nuk e çuam me lojën shtesë, edhe se po të shihni të gjithë ndeshjet sot Egnatia apo Elbasani që po luan tash që ka shkuar në shtesë, Tirana që shkojnë në shtesë, janë shumë ekipet e kategorisë parë, janë ekipe mjaft forta, por thash e rëndësishme për ne ishte kalimi i turit dhe rritja e energjive. Kthehemi prapë në centër sepse këtu është e pamujtur, nuk kemi një fushë me këtë reshje, një fushë që të bëjmë stërvik, kështu që nesër do të vllojmë prapë drejt Turqisë.